Jeni duke dëgjuar Radio Marina Kosovës. Një zëj krishter në shtëpinë tënde. Hire e paqe prej hyjit Atit ton dhe prej Jezu Krishtit Zot. Qoftë lëvduar Jezu Krishti, të dashur vëllezër dhe motra, ju ftojmë në këtë çast që së bashku ta lutim mbretëreshën e qiellit. Në emër të Atit, e të Birit, e të Shpirtit Shenjt. Amen. Mbretëreshë e qiellit, gëzohu, aleluja. Se ai që meritove për ta bartur, aleluja. Unë gjallë si pati thënë, aleluja. Lute për ne hyjin, aleluja. Gëzohu e galdo Virgjër Mari, aleluja. Zoti unë gjallë me të vërtet, aleluja. Të lutemi, o Zot, që në përngjalljen e birit tënd Jezu Krishtit, u dënjove ta ngushëllosh botën, bëj që në për nënën e tij, Virgjën Mari, të fitojmë ngushëllimet e jetës së amshuar, në për Krishtin Zotin ton. Amen. Lavdi Atit, e Birit, e Shpirtit Shenjt. Si ka qenë në fillim, ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen. Lavdi Atit, e Birit, e Shpirtit Shenjt. Si ka qenë në fillim, ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen. Lavdi Atit, e Birit, e Shpirtit Shenjt. Si ka qenë në fillim, ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen. Për shpirtrat purgatorit, aty në që je në qiell u shenjtroft emri yt, ardh mbretëria jote, u baft vullnesa jote si në qiell ashtu në tokë. Bukën tonë të përditshme na jep sot. Na i fal fajet tona si i falim ne fajtorët tanë, e mos na lër të bijmë në tundim, por na liron nga i keqi. Amen. Të falemi Mari, qërplote Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë dhe i bekuar fryti i barkut tënd Jezusi. Shejtja Marina na hyjit, lutu për ne mëkatarët, tash në fill të vdekjes son. Amen. Lavdi Atit, e të Birit, e të Shpirtit Shenjt. Si ka qenë në fillim, ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen. Jepu o Zot pushimin e pasosur, Dhe i shndrit drita pa mbaruar. pushofshin në paqe. Amen. Engjëli i Zotit, që i rojtari im, pasi hyi për mëshirë të vet, më ka lënë në mbrojtjen tënde, ti sot më shndrit, më mbaj, më ruaj e më sundo. Amen. Të dashur vëllezër dhe motra, në vazhdim po e lutim liturgjinë e orës së mesme, sot është e mërkurë gjatë 8 ditësh të Pashkve. O hyj, më eja në ndihmë. O Zot, shpejto të më ndihmosh. Lavdi Atit, e Birit, e Shpirtit Shenjt. Si ka qenë në fillim, ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen. Aleluja. Himni, eni o ju sklevër që luteni, me mendje e gojë madhëroni, emrin e lumë të hyjit, me këngë e lavdet e denja. Sepse kjo është koha kur me vendim të padrejt, ja dorëzoj vdekjes së njerëzve gjykatësin e të gjithë shekujve. E shtyr nga dashuria, nga frika e drejtë të nënshtruar, kundër të gjitha sulmeve që na shtije armiku i egër. Të vetmin Zot të adhurojmë, hyjë në atë e Birin e Tij, së bashku me Shpirtin e Shenjt, një Zot të vetëm në Trini. Amen. Antifona e orës 6, Krishti i dorëzuar në vdekje për mëkatet tona u ringjall që të na bëj të drejtë. Aleluja. Psalmi 119, pjesa e 2. Si do ta ruajt pastër djaloshi udhën e vet, duke i zbatuar fjalët e tua, të kërkoj me gjithë fuqinë e shpirtit tim, mos lejo të shmangem urdhërimeve të tua. Fjalët e tua i fsheha në zemrën time, që të mos gaboj kundër teje. I bekuar je o Zot, më mëso vullnesën tënde. Me buzët e mia i shpall një nga një, të gjitha gjyqet e gojës sate, më shumë i gëzohem udhës së dëshmive të tua, se pasurisë teje të madhe. Do të ushtrohem në urdhërimet e tua, do t'i kujtoj udhët e tua, do të kënaqem në rregulloret e tua, s'do të harroj fjalën tënde.
Lavdiatit e Birit të Shpirtit Shenjtë, si ka qenë në fillim ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen. Psalmi 28. Të thras në ndihmë, o Zot, Hyji im mos rishur ndaj meje, sepse po ndenje shur ndaj meje, do të bëhem si ata që zbresin e varr. dëgjoje zërin e lutjes sime, Kur me afsh të thëras në ndim, kur i ngre duart e mia, në drejtim të tempullit tënd të shenjtë, mos më merr me mëkatar, e me ata që bëjnë të keqen, flasin për paqe me të afërmit të vet. kurse në zemër përbluajnë të keqen, Qoftë bekuar Zoti. që e dëgjoj zërin e lutjes sime. Zoti është ndihma ime, mbrojtësi im, në të shpreson shpirti im dhe gjeta ndihmë. Zemra më gëzohet e më këngën time falenderoj. Zoti është fuqia e popullit të vet. Kështjell shpëtimi për të shuguruarin e vet. Shpëtoje popullin tënd e bekoje trashëgimin tënd. Priu e ngri deri në amshim, Lavdiatit e Birit të Shpirtit Shenjtë. si ka qenë në fillim ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen. Psalmi 116. Besoj edhe atëherë kur më duhet të them, Jam i pafat për së tepërmi. në hutimin tim kam thënë, Renacak është çdo njeri. si do t'ja shpërblej Zotit, Për të gjitha të mirat që mi ka dhënë, do të ngre gotën e shëlbimit, e me nderim do të thëras emrin e Zotit, do t'i kryej kushtet e mia bërë Zotit. në praninë e mbar popullit të tij. E çmueshme është para Zotit. Vdekja shenjtërve të tij. O Zot, unë jam shërbëtori yt dhe biri i shërbëtorës sate. Ti këpute hekurat e mi. Ty do të ta kushtoj flinë e lavdit, Me nderim do të thëras emrin e Zotit, do t'i kryej kushtet e mia bërë Zotit, në praninë e mbar popullit të tij. në oborret e shtëpisë së Zotit, Midis teje, o Jerusalem, lavdiatit e Birit të Shpirtit Shenjtë. si ka qenë në fillim ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen. Krishti i dorëzuar në vdekje për mëkatet tona u ringjall, që të na bëj të drejtë. Aleluja. Leximi i shkurtër i orës 6, marrë nga letra e parë e Shën Gjonit, kapitulli 5, rreshti 5 deri 6a. Kush është ai që mund botën në mos qoftë ai që beson se Jezusi është biri i hyjit? Ky është ai që erdhi nëpër ujë e nëpër gjak, Jezu Krishti, jo vetëm ujë, por me ujë e me gjak. Kjo është dita që e bëri Zoti, aleluja. Të gëzohemi dhe të galdojmë, aleluja. Të lutemi, o hyj gjithpushtetshëm, ti bën që vit për vit ta kremtojmë gjallën e Krishtit, bën që me anën e këtyre festave të përkohshme t'u arrijmë gëzimeve që s'kan mbarim, në për Krishtin, Zotin ton. Amen. Ta bekojmë Zotin. Falenderojmë hyjin. Të dashur vëllezër dhe motra, ju kujtojmë emisionin në mbrëmje në orën 19:30, përshëndetjet, urimet dhe falenderimet, si dhe emisionin e Emaus bashkë bisedime në orën 21 live në Radio Marinë e Kosovës. Një zë i krishter në shtëpinë tënde. Kudo qofshi, Zoti ju bekov dhe ju ruaj. Krishti u ngjall. Ai vërtet u ngjall.